ka edhe një mllëh shumë të madh ndaj turishve, ndaj muslimanëve, të cilët ai në shumë raste i etiketon edhe si aziatik, të cilët duhet të qytetëroheshin nga kjo pakica katolike. Edhe nga që muslimanët në një farë mënyre janë përbuzur dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të përbuzur nga establishmenti politik në Shqipëri, unë mendoj që është diçka me shumë interes që të tregohet identiteti i këtij grupi të shtypur, ose siç Nathalie Klajer e përshkruan, a surviving majority, apo një shumicë mbijetuese. Sepse kur historian të ndryshëm të Ballkanit flasin për muslimanët në Ballkan, zakonisht muslimanët i trajtojnë si mbijetues, njerëz që në një mënyrë apo në një tjetër arritën që t'i mbijetojnë këtyre shteteve kombëtare që u themeluan në Ballkan, që kishin si bazë të tyre krishtërimin. Ama Nathalie Klajer ka sjellë edhe këtë konceptin e shumicës mbijetuese në rastin e muslimanëve. Edhe pse muslimanët ishin shumicë në Shqipëri, sërish ata nuk arritën që ta dominojnë identitetin. Përpara se me fol pse nuk arritën, jam kurioz me ditë motivet pse janë përbuz kjo, pse është përbuz kjo shumicë muslimane në Shqipëri në rastin tonë. Kjo shumicë muslimane në Shqipëri apo pse vazhdon më përbuz? U përbuz për arsyen e thjeshtë, muslimanët ishin njerëz që i përkisnin një perandori e cila u shkatrua. Siç Alistair Crooke ka thënë para disa kohësh, në vitin 1920, apo më saktë pas luftës së parë botërore, dhe me shkatrimin e perandorisë osmane, perëndimi arriti që Islamin ta shkatrojë totalisht dhe ta bëjë që të mbahet vetëm me thonjë që të ekzistojë. Konfliktet që ne sot shohim në lindjen e mesme, fjala bie që nga Algjeria deri në Palestinë edhe në Mëgjer, janë pjesë e këtij procesi historik që njeriu i perëndimit i shkaktoi botës muslimane. Muslimanët të cilët në 1300 vitet e fundit kishin ndërtuar një qytetërim dhe perandori pas perandorish dhe kishin arritur që t'i imponoheshin botës siç i imponohet sot perëndimi, papritmas në vitin 1920 e gjetën veten e tyre si palpumse në këtë konfiguracion botëror. Konferenca e paqes që u bë në Paris në vitet 1919-20, shqiptarët as nuk deshin që t'i marrin fare parasysh. Edhe pse Shqipëria me krye Esat Pashtotanin kishin qenë pjesë fituese në luftë, Esati u bë dhe Esati si president legjitimi i Shqipërisë kishte luftuar në krahun e aleancës që fitoi luftën. Në konferencën e paqes shqiptarët as nuk u përfillën fare dhe vendi i tyre u vu në pikpyetje. Kush ka patur rast të lexojë fjalimin e Esat Pashtotanit apo disa fjalime të tij, të cilin historiografia tosk komuniste në Shqipëri e trajton si tradhtar të dheu. Por kush lexon fjalimin e Esatit do të shohë domethënë zhgënjimin që patën këta muslimanët shqiptar, të cilët edhe pse morën pjesë në luftën e parë botërore dhe siç Esati tregon morën pjesë në luftë kundër Turqisë, e panë që ky konfiguracioni që perëndimi ndërtoi pas luftës së parë ballkanike, Shqipërinë as nuk e mori fare në konsiderat dhe me shqiptarët u soll ashtu siç u sollën fuqitë kolonialiste me tribute Afrikës dhe të Azisë. Dhe nga që muslimanët shqiptar pas rënies së perandorisë osmane humbën atë pushtetin ekonomik dhe ushtarak që ata kishin gëzuar për sa kohë që perandoria osmane ishte një fuqi botërore, çfarë ndodhi pas luftës së parë botërore është që ata papritur u gjetën si njerëz që nuk përfilleshin më. Kush ka patur rastin që të lexojë dokumentet e Foreign Office-it në Londër apo të arkivave të tjerë të fuqive të mëdha, do të shohë që në konferencën e paqes që u mbajt në Paris, muslimanët shqiptar pothuajse nuk u përfaqësuan fare.
përfaqësimi ndodhi nga element të tjerë të krishterë shqiptar, njerëz që ndoshta nuk kishin ndonjë farë influencë në vend, por ishin këta që u bën ata klientët e perëndimit, të cilët perëndimin në një farë mënyrë do t'i përdorte si agentët e tij. Po ju po thoni që përfaqësuesit shqiptar në konferencën e paqes nuk kishin mandat popullor? Normal që nuk kishin mandat popullor, nga që Shqipëria në këtë kohë ishte e coptuar. Nëse ishte dikush që kishte një farë mandati legjitim, ai ishte Sat Pashtoptani, i cili nuk arriti që të mbjetoj gjatë pasi u vra. Por ky revanshi i krishtërimit kundër muslimanizmit në Shqipëri, në fakt nisi që në dhjetor të vitit 1912, kur Ismail Qemali deklaroi pavarësinë e Shqipërisë. Nga telegramet e para që ai mori ishte një telegram që i vjen nga organizata Vatra në Amerikë, e cila në këtë kohë drejtohej nga Faik Konica dhe Fan Noli dhe persona të tjerë. Dhe në telegramin që Konica i çon qeverisë Vlorës, është që i thotë që nëse ju e doni që Shqipëria të bëhet një shtet vetë dhe modern, ju duhet që princin apo mbretin e Shqipërisë të mos e zgjidhni nga muhamedanët, pasi nëse e zgjidhni si muhamedanët, Shqipëria do bëhet si Bukhara, Kiva apo Afganistani. Por duhet ta zgjidhni nga të krishterët. Kjo fryma e revanshit e të krishterëve kundër muslimanëve mund të kuptohet nëse dikush lexon edhe kujtimet e Sejfi Vllamosit, i cili flet për bisedimet dhe zhvillimet që kanë ndodhur në parlamentin shqiptar në vitet 20-30, ku të krishterët gjithmonë tregonin këtë frymën e superioritetit në qytetërim mbi muslimanët. A kishte një bazë reale kjo fryma e tyne? Po, normal që kishte bazë. Kishte raporti edhe i shkollimit apo i dijes mes këtyne dy përkatësive fetare? Baza reale për mendimin tim niste me fitore në luftë, sepse ato qytetërime që fitojnë luftën, ato janë edhe ato që vendosin rregullat e lojës. Përveç kësaj, çfarë ndodhi në Shqipëri në vitin 1920, me ndryshimin e gjuhës që i ndodhi vendit dhe me ndalimin e përdorimit të gërmave arabe, shtresa intelektuale e muslimanëve shqiptar që ishin edukuar në shkollat e perandorisë turke, pa pritmas e gjenë veten e tyre jashtë loje. Sipas ligjeve që parlamentet e para shqiptare aprovuan, u ndaluan muslimanët që gjuhën ta shkruanin me gërmat që ata ishin mësuar gjithë jetën e tyre. E dyta gjë, si pasojë e presionit të perëndimit dhe në veçanti të britanikëve, një stres shumë e madh intelektual është musliman shqiptar që deri në këtë kohë i kishin shërbyer i qeverisë xhonturke në Stamboll, u ndaluan që të kthehen në vend. Dhe në anën tjetër ishte edhe kjo se Shqipëria u pre nga ana fizike, por edhe shpirtërore me çfarë do lidhje që ajo kishte me perëndorinë osmane. Shqipëria, domethënë papritmas, u bë një ishull musliman në mesin e një oqeani të krishterë. Edhe përveç kësaj ishte edhe dimensioni ekonomik të krishterët, apo më saktë këta protestantët shqiptarë që vinin nga Amerika, që më pas disa prej tyre themeluan edhe të ashtu quajturën kishë ortodokse autokefale, kishin një mbështetje shumë të fuqishme nga perëndimi. Pastaj vim tek puna e edukimit. Disa nga reformat e para që u bën në Shqipëri nga viti 13-20 dhe më mbrapa, ishte mbyllja e mejtepeve, e rushdijeve dhe shkollave që muslimanët shkonin. Kjo gjë kishte një impakt shumë negativ në populatat muslimane, pasi ato u lanë jashtë sistemin në një farë mënyrë. Personat që tregruan më shpejt ishin populatat sidomos katolike dhe protestante të jugut të Shqipërisë, katolike të veriut, po sidomos katolikët, të cilët që nga lufta ruso-turke dhe Kongresi i Berlinit, nëpërmjet mbrojtjes zyrtare që Austria fitoi mbi katolikët e perandorisë osmane, nëpërmjet projektit të kulturës protektoratit, kishin patur një hapësirë kohore prej mëse 30 vitesh
që të zhvillonin institucione arsimore